Tani për skuadrën e Dugaxhinit. Ashtu në topin para Roganovic për Thaqin, shumë i fort pasimi del Margono me kohë. Dove takon tani Margonos, që nis nga Iloja. Nis Iloja njën nga brojta të Egzon Sinani, që këtën topin për Margonon. Dove takon tani Margonos, që nis nga Iloja. Tyla, reziston. Përpjekjet e Shabanit. Mundësia për arkim, devijo, topi shkon direkt. Divizja mashtruese e Bashës, mundësia për arkim. Është pasimi ullët në zonë, goditja drejt portës, Margono, super dëryrje. Përsëritet edhe njerë momenti i goditjes. Kosirë shpërkthehet në posedim të Dugaxhinit. Margono. Çfarë rasti? Edhe një mundësi tjetër, hapet lojat e Thaçi, Harkimi në qendër. Ka dalë. Pata përshtypjen që edhe pati edhe lojë me dorë në momentin e pranimit të topit nga Prapashtica, por primare është pozita e tij jashtë lojës. Kombinimi i fesht me Morinën, Thaçi, Harkimi drejt zonës. Del Margono dhe shkaktuan ndërhyrje e paliuan nga Prapashtica në fund. Një moment i fundit. Pasimi i ullët i Thaqit, Menqor, një goditje drejt portës. Dhe edhe më tej, Basha, me një arkim në zonë. Pasimi shumë i mirë për Thaqin, tani kjo mund tjetë rrezikshme. Thaçi, pret Margono. Pasur edhe ndërhyrje nga Basriu. Taipi. Nga distanca. Thaçi. Harkimi i Thaqit. Goditja me kokë Margono.